kanë quar skenaret, kanë interpretuar, na i kanë dërguar dhe i kemi përzier. Është një casting në gjykimin tim është shumë i mirë. Ka shumë aktor dhe ka një harmoni të papar. Ka aktor, ka edhe personazhe të tjera publike të formuar në sfera të tjera. Si Hati për shembull që Si Hati për shembull. Hati është diçka shumë e lezetshme në film. Unë insistova të ishte Hati. Ajo vetë kishte dyshime, bashkë me menaxherin e vet Anajdin. Anajdi ishte po, Hati kishte dyshime sepse dhe normale. Por Hati është vetja në film. Domethënë dhe e bën shumë mirë. Domethënë ajo ka një podcast në film që po e them këtë, po bëj spoiler, që ajo komenton kazermën. Ashtu siç ndodh në reality show që njerëzit komentojnë dhe ajo komenton dhe është ndërvepruese me shikuesit, me ata që shkruajnë, me ata që komentojnë dhe çudia ime është që ajo e bëri skenën shumë shpejt. Domethënë ishte Mahabitit, pra secili rol ishte i gjetur. Domethënë vetëm Denzel Washington na mungonte dhe se Al Pacino ishte i zënë atëherë. Ishte i kompletuar. Por mua mungonte Orinda, po ha. Po tani unë nuk e di kush e nxori që Orinda është në film. Nuk ka qenë ndonjëherë. Kishte ta shkrime kam pa. Po, dhe unë e thash, po njerëzit nuk dëgjojnë, po e u bindën që Orinda ka qenë, domethënë Orinda as në xhirime nuk ka qenë fare pjesë e ides, domethënë për të qenë dhe nuk e di nga doli, po. Okej. Tani mbase bëjmë një film tjetër me Orindën se Okej, pra do të vazhdosh të qëndrosh te filmi, a? Se jo, nuk ikim më. Domethënë shpresoj të mos ikim më, sepse televizioni ti e di shumë mirë, është shumë të shtrydh. Dhe është tmerrsisht se njerëzit mendojnë që ne thjesht dalim me dërdëllisim në ekran, por nuk e dinë se sa e vështirë është, domethënë. Dhe atë po flisja edhe me gazetarin tuaj që sidomos me këtë trafik në Prishtinë, ju jeni dhe live, të fort jeni si e bëni, duhet marrë helikopter. Po televizioni të shtrydh. Ndërkohë filmi ka intensitetin e xhirimeve dhe deri diku të montazhit, pastaj vetëm premiera është. Pra, unë tani në këtë fazë të jetës jam, mendoj që po të kaloj 2 muaj në vit me artin, jam okej. Nuk dua më shumë me këtë botën e televizionit, filmit apo jo. Kështu që deri tani mendoj, plus me film ti lë një gjurmë, televizioni ikën. Domethënë ikën. Kjo mbaron sot, ti bën një sukses shumë të madh, javës tjetër njerëzit duan prap. Unë që bëja programet përjavshme, ti e ke më rënd akoma, ti duhet çdo ditë të prodhosh lajm, ti çdo ditë duhet të prodhosh. Ju je luftë me vetëm për ditë. Po, s'ka, duhet të prodhosh klikime. E vërtet. Atë kam vetë peng që nga televizioni nuk bëre një reality show. Po, e kam thënë, domethënë nuk e fshe. Unë në fakt nuk kam bërë vetëm reality show, kam bërë çdo gjë në televizion, vetëm reality show nuk e kam bërë. Si su bë, interesant. Po su bë sepse, domethënë nuk kam qenë në Top Channel apo në TV Klan në momentin që ata i kanë bërë këto produksione. Në vizion nuk kisha mundësit, nuk kishte institucioni dëshirë të bënte, kështu që nuk kam bërë. Kur më thuaj kur, po unë bëra një reality brenda një filmi, kështu që në një farë mënyre edhe e bëra më të ashprin e mundshëm, më të egrin e mundshëm, më të dhunshmin e mundshëm. Ka plot formate të reality, pra po ne asociohemi më shumë me këto Big Brother, ndoshta që normale, sepse ajo, po ka shumë në botë, nuk është se në Kosovë, në Shqipëri. Po ta e ke menduar, ndoshta edhe se ke menduar, po ta bëje Big Brotherin, çfarë do bëje ndryshe? Shiko, unë e kam thënë këtë dhe e them shumë sinqerisht, sepse njerëzit më thonë, ti ke mos ke sulmuar reality show. Para nuk e kam specifik, thjesht